Hajdini me mu me shku bashkë në Maqedoni. Jena shku veç na vajzat, unë e mami edhe 2 motrat e mia edhe çikirushi jon i vogël. Jam kon shumë e gëzueshme se e kena pos mesën ta me vete edhe më duket para herë që jena shku këtë bashkë në Maqedoni. Këtu kam ble ujë edhe ne Red Bull. Masi u rahatun krejt në aeroplan, e kam bërë që krejt venat përpara ishin kon clear. Ta kisha ditë kisha ulë edhe mesën tem çatim. Nëse pas 1 ore 30 minuta ç'llëshka kena mri, tani dosh direkt me hin WC, me çel kufirin edhe mi ndru teshat. U dosh me bani outfit change sa më shpejt se u dosh me bë dëgjërime me në aty në aeroport. Masi jam ndru, jam dal edhe tani jam shku te Mara Rent-A-Car, se nashta e keni po, e kam marrë kerën pite Mara. E kam nënshku kontratën edhe jam dal tepër e gëzueshme pe aeroportit, se këshirna çfarë kere kena marrë një BMW tepër të bukur. Jam unu mu ju kazu pak që po duket, edhe mu ju kazu drejt shumë mirë po mreka ke kjerë. Nëse jeni interesuar për një Rent-A-Car Maqedoni ose në Kosovë, Mara Rent-A-Car moja në mend. Vlerëm ku manov edhe jam tepër e lot, edhe jam smooth, do me thonë këtu muna mu kam shil. E bletëm një vape edhe një Red Bull për pak energy, s'kam energy për sot keq. Pas ka e letë është shkojmë shpe, edhe që këna me bo? Power nap, flame njerë. Se jena të dik për gjëmë edhe ja. Tani e këshimi këtë spontan. Qa po bojmë? Mos po shkojmë të dojtë, mos po rrim i qpe. Ta këshimi. Nuk e dija kena bo gjëmë se unë edhe motra e minë njëna bo gati edhe jena shkun të Tov se muhaj ke tepër një stack. Më rinëm të Tov edhe jena shku të Cut Steakhouse. Veç këshirë në qëtë kapaqio. Oh wow, edhe qëtë bifta ta më kanë kënaq. Shumë restorant i mirë, dhe më thonë dorë në zamër, për krejt ata që jetojnë të Tov, e pas një restorantin më të mirë të Maqedonisë. Edhe në fund ma kanë dhënë bile një dhuratë sa cute.